që nuk kemi asnjë arsye për të qenë të kënaqur në këto 2 vite, drejtim dhe menaxhim të Këshillit Bashkiak, aq më tepër ju kryetare si drejtues e këtij institucioni, për të qenë të kënaqur dhe për të dhënë votën pro këtij projekt buxheti të cilit keni paraqitur. Ju faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha, kalojmë në votim pro. Po zoti Xheri. Faleminderit. Ceku dhe zoti Hoxha, nuk është problemi se ne planifikojmë bukur, planifikojmë mirë, dhe është buxheti i Këshillit Bashkiak. 5 gjëra që ne kemi thënë para 2 vitesh nuk janë bërë realitet. Keni pasur gjithë kohën e dur për t'i bërë realitet. Do të thënë jo fonia, jo ngroje, jo sallë. Ne nuk është puna që vim këtu, ngrëm kartonin dhe japim okejin për disa letra apo planifikime. Çfarë rëndësie ka planifikimin e letër kur ato nuk bëjnë realitet? Unë këtë kisha, këtë rezervë kisha. Nuk ka asnjë kuptim që ne i marrim në letra, diskutojmë me njëri tjetrin, se kemi diskutuar edhe kryetarët e grupeve dikur para 2 vitesh, kemi vendosur për këto që po planifikojmë. Dhe këto e thatë shumë mirë kryetari, janë disa buxhete të mbartura që janë bashkangjitur, po jemi me shumë vonesë. Pse kur do i bëjmë ne këto 3 gjëra për Këshillin, për veten tonë, kur të mbaroj mandati, jo, nuk ka justifikim Daut. Daut, e di unë çfarë do thuash ti. Administrata, vonesat nuk ka justifikim. Nuk kishte lidhje me këtë. Pra, jo, se ma ka thënë, është çështje administratës që janë vonuar, janë tenderuar e tjera. Jo, realiteti ky është. Problemi është që ne flasim për gjëra të bukura në letër, po realisht ta fillojmë nga shtëpia jonë, ta fillojmë nga kjo sallë. Imagjino ne tani të shkojmë tutje tek qytetarët, tek problemet e qytetarëve. Këtë kisha unë që gjëra në letër mos rinë kot dhe ne nuk i bëjmë kur realitet. Flasim, në fund fare ato hidhen në eter. Zoti Xheri, keni shumë të drejtë, një lloj drejt ka dhe zoti Hoxha me fjalët që mbajti, po zonja Aluci, në fakt pjesa e godinës së Këshillit Bashkiak është një gjë e cila ka nisur para dhe këtij këshilli që jemi në aktualisht, godina. Mikrofonat po ashtu kanë qenë një kërkesë e vazhdueshme, jo vetëm me juajve, po e gjithëve, se nuk është nevojë vetëm e opozitës, është nevojë e gjithëve që një mikrofon mbret në përgjithë sallën, ngroja po ashtu, kondicionerët. Po, jam shumë dakord. Nuk kam kompleksitete të tilla unë zoti Nika. Jam shumë e hapur dhe kur ju keni drejt, ju kemi thënë keni drejt. Kur s'keni drejt, kemi mbajtur qëndrimin tonë. Në këtë pikë nuk kemi thënë në ndonjë moment që s'keni drejt. Po, vetëm e ka fjalën zonja Aluci, më pas ju zonja Bexhani. Jo, nuk e zgjas se nuk do të bëjmë përsëritse. Zonja kryetare, suksese detyrën e re. Shpresojmë të jesh kryetare e gjithë qytetarëve. Suksese për misionin e vështirë që keni marrë përsipër. Unë jam për një gjë jam falenderuese, me thënë të drejtën, që Aleanca e Grave Këshilltare, unë si kryetare e Aleancës së Grave Këshilltare Kombëtare dhe Egla si kryetare e Aleancës së Qytetit të Vlorës, e kemi shtruar, kemi kërkuar pak me vonesë, po është shpreh më mirë vonë se kurrë, që ato fonde kaluan tek ne për të bërë diçka të mirë. Sot ka ardhur dhe zonja Puka që të gjitha së bashku ne mund të bëjmë diçka. Është shifër minimale, gjithsesi më mirë pak se sa fare. Dhe për një gjë tjetër, normalisht ne kemi bërë për trajnime ose një diçka që i takon Këshillit, nuk kemi bërë asgjë. Ne është bërë vetëm një vajtje në Sarand, më duk shumë minimaliste, që kemi diskutuar gjëra gjatë dhe s'do t'i kthehem prap. Na takon të shikohet më me seriozitet qoftë trajnimet, qoftë eksperiencat, qoftë rjetëzimet e Këshillit Bashkiak Vlorë. Faleminderit. Faleminderit juve. Po zonja Bexhani. Faleminderit e nderuar kryetare, suksese e kryetares së re në detyrë. Lidhur me këtë problemin e sallës dhe akomodimit korrekt të sallës punës së këshilltarëve, në fakt e kemi ngritur edhe ne këshilltarët socialistë këtë problematik, jemi interesuar dhe pranë administratës, kemi marrë informacion dhe për arsyet pse nuk është bërë ky shpenzim për kërkesat që neve kemi, dhe problemi është se kjo nuk është salla
që do të qëndroj të bëjmë mbledhjet Këshilli Bashkiak. Ashtu siç e tha dhe kryetaria, kjo është një sallë që nuk përdoret vetëm për mbledhjet e Këshillit Bashkiak, përdoret edhe për aktivitete të tjera. Dhe problemi është që nuk mund të instalohen për nevojat tona mikrofonat apo gjërat e tjera të nevojshme për ne dhe të prishen pa dashur për aktivitetin tjetër që mund të kryet mbrapa mbledhjes së Këshillit Bashkiak. E rëndësishme është që ne të ushtrojmë një nxitje tek administrata për të marrë masat që ne për mbledhjet e Këshillit Bashkiak ta akomodohemi në një vend që është i dedikuar apo stafat për Këshillin Bashkiak. Për sa i përket aktiviteteve që duhet të bëhen, normale që duhet të bëhen aktivitete për këshilltarët, qoftë të trajnimeve, qoftë edhe aktivitete të pjesëmarrjeve për eksperjenca, por problematik un kam parë dhe mos pjesëmarrjen e antarëve të opozitës në ato pak aktivitete që janë realizuar. Dhe kjo është për të ardhur keq dhe për të dëshiruar. Prandaj reflektoni dhe ju kolegë të opozitës që kur ka aktivitete, aq sa të pakta të jenë, ju vetë jeni pjesëmarrës bashkë me ne. Mirë? Kaq kisha fjalën për të thënë. Je dakord, si je dakord, Gjergji, ke të drejton e fjalës tënde. Faleminderit. Mirë, do ta ekurosim, faleminderit. Po, zonja Kaplani. Faleminderit zonja Bezhani, fjala për zonjën Kaplanin. E keni parë se e keni më planuar. Krahasoni vjet me si vjet. Faleminderit kryetare. Ju urojmë suksese kryetares së Bashkisë Vlorë. Unë do të flis si antare e bordit kombëtar të Aleancës Kombëtare. Është një program për të gjitha bashkit dhe vjen në ndihmë të Aleancës së Grave të çdo bashkie. Dhe është mirë që ta miratojmë, sepse gjithmonë pas çdo gjëje ka diçka të mirë në emër të gjithë aleancës. Faleminderit. Faleminderit zonja Kaplani, po zonja Marcela Dashi. Po. Faleminderit, ju uroj suksese kryetares së re. Unë nuk shpresoj që do të jetë kryetaria e të gjithë qytetarëve, por ajo është dhe ka ardhur besim plot që do të jetë kryetaria e të gjithë qytetarëve tanë. Kështu që ajo shpresojmë të jetë, është dhe do të jetë. Tani përsa i përket aleancës, unë jam sekretare e Aleancës së Grave të Bashkisë Vlorës. Më vjen mirë që këtë radhë për herë të parë është akorduar një fond për Aleancën e Grave, por unë nuk do ta reduktoja punën e Aleancës gruas ose aktivitetet ose ato sipërmarrjet apo ndërmarrjet që ne do të bëjmë vetëm në këtë fondin që është akorduar nga bashkia, sepse ne kemi kaq fuqi dhe kaq kapacitet në gratë që jemi këtu, por edhe gratë jashtë kësaj salle, që të ndërmarrim edhe nisma tona vullnetare në ndihmë të qytetarëve gra, por jo vetëm atyre grave që janë pjesë e kësaj salle këtu apo e Bashkisë së Vlorës, por edhe gjithë atyre grave të cilat janë në nevoja, që kanë nevoja të jashtëzakonshme, jo vetëm për trajnime, por edhe për mbështetje, qofshin këto financiare apo dhe vullnetare. Është për herë të parë, Alda. Unë nuk kam dëgjuar, jam 2 vjet këtu në Këshillje kryetare e Aleancës së Gruas dhe për herë të parë, jo vetëm që kemi një fond, po për herë të parë ne po diskutojmë për gruan. Kështu që bashkë kemi biseduar, bashkë kemi biseduar për gratë dhe është era e parë që ne, është era e parë. Ne kemi 2 vjet, ne kemi 2 vjet, Alda, dhe të paktën me nismën tuaj si kryetare, ne nuk kemi mbledhur ndonjëherë dhe s'kemi zhvilluar ndonjë aktivitet. Faleminderit, kalojmë në voti edhe ju? Po. Zoti Besi. Në vazhdim të fjalës të këshilltares Elsa, unë dua të shtoj që në të gjitha ftesat që kam pasur dhe në ato që kam shkuar unë, nuk ka pasur një protokoll të caktuar për këshilltarët, dhe kjo është mangësia e administratës ose e këshillit tonë. Edhe dua të shtoj që trajnimet kanë qenë, vetëm një trajnim kemi pasur në këto 2 vjet e ca, trajnimet kanë qenë në 0 dhe do të shtoj që këshilltarët e opozitës, disa se është zgjedhje personale, nuk vinë as në komisionet që janë të ngarkuar. Kështu që duhet të shikojmë këto të para detyrat tona. Vretja jote nuk qëndron sepse ne nuk ka bëjë trajnime dhe nuk kemi protokoll. Nuk ka protokoll. Ne kur jemi të zgjedhur nga populli dhe kur vemi në aktivitete,
s'ka një protokoll të caktuar, ku do ulemi, ku do rim, kam shkuar